Kjo është ajo çfarë ka mbetur sot nga një prej veprave më të mëdha ekonomike të viteve të komunizmit në Shqipëri. Bëhet fjalë për superfosfatin e Laçit, një kombinat i madh i cili kishte brenda tij një sër fabrikash i kishin fokus kryesor çështjen e bujqësisë, pra prodhimin e plerave kimik. Kjo që shihni është çfarë ka mbetur nga 40 hektar, 400.000 metra katror kombinat i vendosur në Laç, i cili lidhet ngushësisht dhe me themelimin e qytetit Laçit, nga një fshat me 300-400-500 banor, Laçi u kthye në qytet me 50.000 banor, si pasojë e fabrikave duke sjellë banor, jo vetëm nga zonat rreth rrotull, po nga gjithë Shqipëria. Kur është ndërtuar superfosfati? Superfosfati ka filluar punimet në vitin 1963 dhe gjatë viteve deri në vitin 68 ka përfunduar. Për 5 vite është dashur që të ndërtohet. Është 40 hektar në mos gaboj? Po, është kaq 40 hektar, 38 deri në 40 hektar se ka pas. Sa ka qenë numri më i madh i punonjësve që kanë punuar këtu në kulmin e tij? Mund të ketë qenë 3.000, 4.000. Po të paktën mbi 2.000 ka qenë. Mbi 2.000 ka qenë gjithmonë. 3-4.000 veta punonin vetëm këtu, saqë është sot një fshat i madh në Shqipëri, nëse ka mbetur një fshat me 4.000 veta. Ndërkohë, vetë Laçi si u transformua prej superfosfatit? Laçi duke ardhur këtu njerëz specialistë të fushave të ndryshme, me kultura të ndryshme, me kapacitete, Laçi u transformua në një qytet me rëndësi për veriun. Ndërkohë, sot që e shohim është komplet e rënuar, kam frikë se është dhe e kontaminuar, apo jo? Po, është e kontaminuar. Më the që pjesa përballë nuk punon dot bujqësia për arsye të ndotjes? Po, është e vërtet. Prej kur ka filluar punë uzina, ajo pjesë është ashtu. Ka mbetur dhe nuk përdoret më. Nuk është e zhveshur, duket. Praktikisht popullsia e Laçit si u rrudh? Në vitin 91 u mbyll kombinati? Mas u mbyllen këto uzina, fabrika, sepse ishin një bazë e fuqishme punësimi për banorët, sepse vetë qyteti, siç e thatë, u ndërtu mbi bazën e këtyre veprave industriale, u rrodh gradualisht, u mbyllen fabrikat, uzinat dhe popullsia. Dhe popullsia filloi të shpërndajë. Emigracioni që zgjidhja kryesore? Emigracioni dhe largimi drejt Tiranës apo Durrësit dhe emigracioni. Dhe sot sa është popullsia e Laçit në krahasuar me atë që ka pas përpara? Është gjysma. Gjysma? Po, gjysma. E asaj që ka pas para viteve 90? Po. Laçi është vërtet që ka qenë qyteti dytë më i madh i veriut? Po, mas Shkodrës. Mas Shkodrës? Po, më i madh. Këtë nuk e dija. Kjo që po shihni pra është një prej atyre që unë e konsiderova çfarë ka mbetur nga një prej ndoshta 10 veprave më të mëdha të viteve të komunizmit Shqipërisë, bashku me azotikun e Fierit, me kombinatin e autotraktorëve në Tiranë, me kombinatin e tekstileve në Tiranë dhe në Berat, si dhe me disa fabrika tjera të mëdha, po jo shumë. Kjo është një prej veprave më të mëdha, e ndërtuar me ndihmën e Kinës, ka pasur dhe specialistë kinezëve. Shumë. Ka pasur specialistë dhe punonjës kinez, teknik dhe inxhinier, por që nuk i përballoi dot më transformimet e viteve 90 dhe mbi të gjitha riorientimin e ekonomisë tregut, e cila kishte kosto më të lira të sillte nga importi sesa të prodhoje në vend. Sot ka mbetur një hapësirë e vdekur prej 40 hektarësh në qendër të Laçit, i cili dhe ai e kishte të lidhur fatin e tij me kombinatin.